Përballë të gjitha këtyre faktorëve, rol përcaktues vendimtar ka opozita, kryengritja e saj, alternativa e saj, programi i saj. Dje ne paraqitëm para shqiptarëve alternativën tonë për rendin dhe sigurinë, ku shqiptarët rezultojnë njerëz më të pasigurt pas haitianëve, ku specialistë të shquar fakturën me shifra dhe fakte të pakundërshtueshme, pasigurinë e plotë që mbjell narkoshteti për jetën, veprimtarinë, të dhënat, punën e qytetarëve të vendit. Toleranca zero ndaj krimit organizuar dhe prerja me gërshërë të çelikta, të lidhjeve të krimit me politikën, ndëshkimet ligjore me të rrepta, veting i plot çlirimi i policisë nga bandat dhe krimi dhe gjithë administratës, do rikthejnë Shqipërinë dhe njëherë, si dhe konfiskimi të gjitha pasurive, pronave, llogarive të krimit, do bëjnë të mundur që Shqipëria të rivendosë shtetin ligjor, sigurinë e qytetarëve. Faleminderit. I hapur për çdo pyetje që